Bashkia e Vlorës ka riapur procedurat për aplikimin për përfitimin e bursave. Sipas burimeve zyrtare nga Bashkia e Vlorës, gjithçka lidhet me vendimin e Këshillit të Ministrave numër 666, datë 10/10/2019 i ndryshuar. Bashkia e Vlorës bën me dije se në zbatim të ligjit për vetë qeverisjen vendore dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave për kuotat financiare të ushqimit në mensat e konvikteve, për caktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike të ndryshuar, janë riapur procedurat për aplikimin për përfitimin e bursave. Bashkia e Vlorës konfirmon zyrtarisht edhe afatin për dorëzimin e dokumentacionit. Sipas saj, afati përfundimtar i dorëzimit të dokumentacionit të kërkuar është data 25 nëntor 2025. Sipas Bashkisë së Vlorës, dokumentacioni duhet të paraqitet me postë ose të dorëzohet fizikisht pranë institucionit të bashkisë brenda datës 25 nëntor. Pikërisht nga bursat e shtetit do të përfitojnë nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet publike, që janë banues të Bashkisë së Vlorës.